Nisër, si vjen skuadra para ndeshjes me Partizanin për kupë? Nesër kemi një ndeshje kupat, një ndeshje interesant, një ndeshje fort, kemi dy ndeshje faktikisht. I pari kemi në Elbasani, pastaj kemi jashtë, gjithë është e rregull, ne jemi gati, çunat është e rregull edhe deri tani ne jemi gati. Sa rëndësishme është ndeshja e parë, duke parë specifik në kupës? Tani është shumë e rëndësishme, patjetër gjithmonë, por tani ka një rregulla të tjera, domethënë tani një gol në fusha jashtë është si e them në Shqipëri, është si barazim, domethënë tani nuk ka shumë avantazh, por jam sigur e ta shumë përpara, edhe Partizani dhe neve do fitojmë në ndeshje, sepse edhe Partizani dhe neve kemi ambicia do shkojmë më larg në kupë. Tani në ndeshja parë patjetër ne jemi në Elbasan, por ne jemi menduar vetëm si do kalojmë turi, domethënë ne jemi përgatitur edhe për nesër edhe pastaj do mendojmë edhe për një ndeshje të tjera, domethënë gjithë është e hapur. Duke qenë se në fundjavë keni ndeshje me Vllaznin, po mendoni ndonjë rotacion të mundshëm? Jo, tani ne jemi mendoj vetëm për në ndeshje radhasi, edhe në ndeshje radhasi është Partizani, domethënë ne jemi mendoj si do bëjmë një rezultat pozitiv me skuadra me mirët, çfarë mund do neve si stafi çfarë mund do krijojmë. Domethënë ne jemi vetëm mendoj për kupat, qunat është përqendruar për kupat për nesër. Jemi në kulmin e kampionatit, a ka ardhur skuadra aty ku doni ju apo ende kërkoni më shumë? Deri tani po, por prap ti e drejt kemi, nëse jam drejt 13 në ndeshjes. Faza 3 kemi 4 ndeshjes, faza 4 9. Gjithë është e hapur edhe ne jemi përqendruar javë për javë. Patjetër neve e di tani është e faza delikat, jemi afër fundit të kampionatit, por ne jemi përqendruar edhe ne jemi deri tani ne jemi kënaqur edhe me rezultate dhe jam shumë kënaqur për çunat.